Pamje dramatike nga qyteti i Ukrainës i Odesës tregojnë momentin kur ekipet e emergjencës largojnë pjesë të një droni luftarak të pashpërthyer, i cili kishte mbetur i ngulur në një pallat shumë katësh pas një sulmi rus gjatë natës. Video e publikuar nga Shërbimi Shtetëror i Emergjencave të Ukrainës dhe tregon specialistët duke punuar me kujdes në lartësi për të çaktivizuar dhe hequr mjetin ajror të rrezikshëm. Sipas autoriteteve ukrainase, bëhej fjalë për një dron iranian të tipit Shahed, i përdorur shpesh nga Rusia në sulmet ndaj qyteteve ukrainase. Reuters konfirmoi vendodhjen e videos në Odesa përmes analizës së ndërtesave, dritareve dhe pamjeve satelitore. Megjithse, data e saktë e filmimit nuk është verifikuar. Shërbimet e emergjencës raportuan se droni kishte goditur një ndërtesë banimi të pabanuar, duke shmangur kështu viktima të mundshme me civilëve. Sulmet me dron ndaj Odesës janë bërë të shpeshta muajt e fundit, ndërsa Rusia vazhdon të synojë infrastrukturën dhe zonat urbane në jug të Ukrainës. Ekspertët paralajmërojnë se dronet e pashpërthyer përbëjnë një rrezik të madh edhe pas përfundimit të sulmeve, pasi mund të shpërthejnë në çdo moment gjatë operacioneve të shpëtimit ose pastrimit. Ndërkohë, autoritetet ukrainase vazhdojnë të forcojnë mbrojtjen ajrore në qytetet kryesore mes sulmeve të vazhdueshme me raketa dhe dron nga forcat ruse.